u ardhë një farë motojat e ta që trajnerat vendor do të me punu vetëm kur klubet nuk janë mirë financiarisht, edhe mendoj që është shumë gabim. Një trajner në Kosovë nuk mund të pretendoj të jetë trajneri i ekipit parë e në të njëjtën kohë të kryejë edhe 2-3 punë të tjera. Nështë 30% janë trajner basketbollit të nuk merren me asnjë punë tjetër. Të gjithë të tjerë të kanë nga një punë tjetër. Mendoj që u bë një trend pak për klubeve që kanë fillu me besu fillimisht të trajnerat e huaj, edhe ju ka humbë besimit të trajnerat vendor, u ardhë një farë motojat e ta që trajnerat vendor do të me punu vetëm kur klubet nuk janë mirë financiarisht, edhe mendoj që është shumë gabim, se edhe me buxhet vogël si vjetë ka pas trajnera vendor që kanë arritë sukses dhe i kanë mujt klube me 10 fish me buxhet më të madh që i kanë pas, edhe mendoj që duhet më jap mundësia trajnerave vendor këtë aspekt s'poku ndonjëherë kur kanë klubet buxhet të madh me pas se a mujnë me pas rezultat ajo. Ke qenë një përkras dhe adhurues i produktit vendor, e në këtë rast po flasim konkretisht për trajnerat, dua të jem edhe kritik ndaj qasjes që ata e kanë me sportin dhe sportistat e rinj, po dhe sportistat profesional elitar. Të jesh trajner është gjë e madhe. Të bësh trajner kërkon një punë dhe sakrificë shumë të madhe, po të jesh tamam profesional në kuptimin e plot të fjalës, atëherë kërkon edhe diçka ekstra. Pra një trajner në Kosovë nuk mund të pretendoj të jetë trajneri i ekipit parë e në të njëjtën kohë të kryejë edhe 2-3 punë të tjera. E para. E dyta, ata duhet gjatë gjithë kohës të investojnë në veten e tyre, që të avancohen, dhe asnjëherë të mos presin prej federatave apo prej klubeve që nëse ata nuk e bëjnë punën, atëherë ata s'do të bëhen të mirë, sepse në fundit ata psojnë. Ajo që po shohim është që ka shumë trajnerë të cilët nuk janë të gatshëm me e marrë punën në zejën e trajnerit basketbollit si punë primare ose profesionale. Prej këtij numri që dhe ashtu është po themi vogël i trajnerët që na e kemi, rremi rreth 100 trajnerë të regjistruar në Kosovë, do të që shumë pak, është fare pak do të për komunitetin tonë. Prej tyre do të kisha me thonë që nështë 30% janë trajnerë basketbollit të nuk merren me asnjë punë tjetër. Të gjithë të tjerë të kanë nga një punë tjetër. Edhe ose e kanë atë punën tjetër dytësore ose e kanë këtë dytësore.